Më 28 qershor, rreth 1000 serb nga Kosova, Serbia dhe rajoni u mblodhen në Gazimestan, afër Prishtinës, për të shënuar Vidovdanin. Festën e Vidovdanit në Gazimestan e udhëheqi patriarku serb Porfirie. Pas ceremonisë u mbajt një shërbim përkujtimor për të nderuar viktimat e betejës së Kosovës. Analisti Driton Tali në një prononcim për Bota Sot thotë se ky festim nuk ka të bëjë asgjë me betejën e Kosovës, por sipas tij, ky është i krijuar si mekanizëm i hegemonizmit serb në shekullin e 19. Ky narrativ u zhvillua në shekullin e 20 kur Serbia u konsolidua dhe nisi të shfaqte aspiratat për dominim mbi tërë Ballkanin Perëndimor. Ky festim i Vidovdanit s'ka të bëjë asgjë me historinë, qoftë me betejën e Kosovës, qoftë me festën pagane të Zvetovidit apo me festën krishtere të Shën Vitusit. Është krijuar si mekanizëm i hegemonizmit serb në shekullin e 19 dhe u zhvillua në shekullin e 20, pra atëherë kur Serbia u forcua në raport me fqinjet dhe i ushtuan apetitet për ta zaptuar tërë Ballkanin Perëndimor. Nëse ja japim një sy se si u zhvillua miti për betejën e Kosovës, vërejmë se realisht filloi nga 1880, si bie fjala piktura e Pavle Çortanoviçit Miloš Obiliqi para tendës së Muratit. Pastaj ka fundi i shekullit të 19 lajmërohen edhe disa vepra letrare, si bie fjala te Stojan Novakoviçi apo Ljubomir Kovačeviçi, dhe logjikisht pas luftrave ballkanike dhe luftës së parë botërore, mekanizmi i betejës së Kosovës zhvillohet deri në placebo efekt për Serbinë. Shembull është piktura e Urosh Prediçit e vitit 1919, Kosovska devojka. E realiteti historik është krejt ndryshe, nuk ka asnjë dokument primar, domethënë dokument okular. Përmendet shkarazi nga senatori i Senatit të Firences në një letër dërguar mbretit të Bosnjës Dvërtko. Më 20 tetor 1389, po flasim për fundin e shekullit të 14, kur realisht që nga kur zëvendësohet papirusi me letër, nuk mungojnë shënimet primare për të gjitha evenimentet e rëndësishme historike si betejat, kurorëzimet e mbretërve, vrasje të mbretërve, kataklizma natyrore siç ishte vdekja e zezë e cila shkatroi njerëzimin që ndodhi pikërisht në shekullin e 14 e tjerë, të gjitha janë të regjistruar në kohë nga dëshmitarët okular, veç betejës së Kosovës nuk shën ka regjistru ju paska ik disi. Shi ti betejë siç thonë ku kanë marrë pjesë qindra mijëra ushtarë, varësisht nga autorët numrin e ushtarëve të Perandorisë Osmane e çojnë deri në 100.000 ushtarë, kurse ata më modestet e ulin në 50.000 ushtarë. Shifrat e ngjashme përdoren edhe për aleancën e krishterë, ku sipas tyre morën pjesë po serbëve si kryesor edhe hungarezët, kroatët, bosnjakët, reguizianët, venedikasit e kush jo, ama shënime okulare nuk ka. Tashti shtrohet pyetja, i gjithë ato vende të civilizuara mjesetare s'pas kanë pasur as letër as njerëz që kanë ditur shkrim e lexim, apo mbase ata ushtarë janë organizuar natën në mënyrë klandestine në sistemin e treshëve që mos t'i shohin. E shihni sa e pa kuptim të shkjo prallë, pa u fut në realitetin e kohës, ku në atë kohë Osmanët jo që nuk ishin perandori, por maksimumin e ushtarëve që mund t'i rekrutonin për betejë ishin 10.000 ushtarë. Bile edhe pikpyetja e madhe është nëse mund të arrinin atë shifër, shpjegon qartë Tali. Por Tali thotë se ndalesa e plotë e festimeve të Vidovdanit nuk do të ishte zgjidhje pasi mund të kthente në simbol edhe më tërheqës për të rinë serb. Ai thotë se duhet ndaluar elementet provokues dhe hegemonist, por jo vetëm manifestimi. Zgjidhja fatgjatë është demaskimi i narrativës përmes debatit publik e punës shkencore, duke mbështetur edhe zërat kritik brenda vetë shoqërisë serbe. Sidoqoftë, duhet ndaluar festimet e Vidovdanit sepse disa pjesëmarrës po e keq përdorin, duke provokuar qoftë me veshje, simbole apo gjeste. Mendoj se serbët vetë duhet ta heqin dorë nga ky lloj manifestimi. Reliket provokative natyrisht se duhet të ndalohen. Ne akoma kemi memorie trishtuese, bie fjala ndaj kokardës më të cilën u bë gjenocidi mbi neve. Por ndalesa e plotë e festimeve nga të tjerët, pra jo serbët, do të kishte efekte negative. Nuk është në interesin ton që një manifestim hegemonist t'i japim edhe më shumë krah, duke shndërruar në mall të ndaluar, e cila do të bëjë edhe më joshse për gjeneratat e reja serbe, sepse tashti nuk është veç betejë e Kosovës e lidhur me Vidovdanin e historinë bashkëkohore serbe,
por edhe atentati në Ferdinandin nga Gvirdo Princi u bë më 28 qershor 1914, pastaj kushtetuta e parë e mbretërisë SKS u votua më 28 qershor 1921. Infobyroja ndodhi më 28 qershor 1848, bile edhe Miloševiqi në këtë ditë të vitit 1989 në Gazimestani shpalli luftë Jugosllavisë me fjalët 6 shekuj më vonë, sot përsëri jemi në luftë dhe para luftrash. Ata nuk janë të armatosur, megjithatë, as ato nuk janë përjashtuar ende për të përfunduar pikërisht në këtë datë në Hag më 2001. Por ata munden të bëjnë, e sidomos historianët tanë, por edhe intelektualet në përgjithësi, është që të jemi më aktiv në demaskimin e kësaj narrative, e cila jo rrallë kalon edhe në racizëm të plot tek serbët, qoftë me simbolizmin shkencor, qoftë me debatet publike, ashtu edhe t'ju ndihmoj edhe historianëve të mirëfillt serb, të cilët mundohen për aq sa kanë mundësi të zbardhin të vërtetën, përfundoi ai.